Kjo letër ka vite që është këtu, por nuk kam pasur kur guksim ta hap. Është nga mami. Letra e fundit që më la, dhe unë ende nuk e kam lecuar. Kam frikë, sepse ndoshta brenda ka diçka që nuk jam gati ta dëgjoj. Mos ki frikë nga e vërteta. Po sikur kjo letër të më thyje edhe më shumë, e kam ruajtur për kaq gjatë, ndoshta sot është dita. Jo, nuk mundem, jo ende. Se shka që vështirë. Është vetëm një letër, apo jo? Më mungon çdo ditë, çdo moment, dhe nuk pata kohë t'i them sa shumë e dua. Do të doja ta ktheja kohën pas, vetëm për një përqafim tjetër. Mjaftu fsheha. Nuk mund të vazhdoj kështu, duhet ta di. Zemra po më re fort, sikur e di që kjo do ndryshoj gjithçka. Ka qafër dhe prap kam frikë. Nuk mund ta besoj, mami. Nëse po e leson këtë, do të thotë që unë nuk jam më pranë teje. Por dua të dish që do ditë kam qenë krenare për ty. Edhe kur ti mendoje se nuk ishe mjaftueshme mirë, për mua ishe gjithçka. Mami, pse nuk ma dhe këtë më parë? Kam lënë diçka për ty, diçka që do të ndihmoj në të ardhmen. Diçka për mua, çfarë mund të jetë? Një qelsa? Çfarë hap ky qelës? Çfarë ke bërë, mami? Një ditë do ta kuptosh. Gjithmonë kishe një surprizë për mua. Do ta gjej, do ta zbuloj çfarë më ke lënë. Nuk jam më e friksuar. Tani ndihem më e fortë. Faleminderit, mami, për gjithçka, për dashurinë që nuk mbaron kurrë. Tani e di, nuk jam kurrë vetëm,